çfarë do na Një sallat me panxar. Ai kam gati. E ke gjysmë gati, edhe panxarin. Prandaj vi kushtova vëmendje. Një sallat në 5 minuta, sallat me panxar, 2-3 panxar mesatar, 2 lug gjelle vaj ulliri, 1 lug uthull molle, 1 thelpi hudhër, 1 lug e vogël majdanoz i grir dhe krip për shije. Tani kjo është puna jote që bën hapjen? Dhe panxarët i kemi gati, të kaluar në atë procesin për t'i përdorur direkt në salladë. Mund të konsumohen dhe kështu siç janë, sepse janë edhe të pasuruara me këto aromat. Se sa hap kam do të këtë sotun? Unë nuk dyshoj nga si të tua Kujdes për hapje. Me panxarin, duket se edhe njollat janë pak të vështira. Po. Që i shohim çik me vëmendje. Atëre kaloj këtu. Opa. Është kështu në fetëza që e kemi dhe gati për të shkurtuar pak punën në proceset tona të përgatitjes. Ja, mund ta shtosh në një tas. Atëre kaloj. Uthull. Krip. Një thelpi hudhër. Nëse nuk keni uthull, shumë mirë mund ta kaloni në limon. Pak si për lezet. Nga lëngu. Lëngun e panxarit. Do të shtoj një moll, se gjithmonë se është limon edhe e larë mirë. Nuk kam hequr, nuk kam hequr pjesën e lëkurës. Ka vlerat e veta lëkura. Po, drejt. Nuk e pres në kubik të bukur. Pra, jap një prerje të duhur, ekzekutim i imët jo dhe aq. Për nga ato sallatat që e konsumojmë shëndet, e konsumojmë me lug. Shtoj pak majdanoz të lutem Niki, që t'jemi në kohë, do të shtoj arrat, i kam të njoma, nuk më duhen që t'jenë të vogla fare, absolutisht. Majdanozin. Dhe të mbetit vetëm vaj tani t'i shtojmë. Shtoj masën e vajit. Po të duam, shtoj pak lëkur limoni, gjë që... Sa të ceket ajo aroma fantastike që ka lëkura e limonit, e ka ndryshe nga vetë limoni dhe nga lëngu i tij. Pak, shumë pak. Sepse nuk ka më të mëdha. Faktikisht, po të jetë aroma e pergamondit ose e qitros, është akoma edhe më mirë. Një përzierje të duhur. Dhe janë fetat. Sikurse ja, dhe pjesa sipër. Një sallat e stinës, shumë e bukur dhe ngjyra dhe e shishme. Përse vura dy shtresa që të marri shijen e duhur, po. Lëkullojnë edhe pjesa e panxarëve. Marrim pak e vendosim këtej. Në furrë vazhdojnë proceset e pjekjes
të specave, i sjellim speca, duhet të jenë me ngjyrën e duhur, janë pjekur, shpresojmë edhe brenda, po do ta kontrollojmë pak më vonë, sepse jemi drejt fundit të hapësirës dhe do të vazhdojmë më pas fleshit informativ me bisedën tonë. E vendosim këtej, ky është rezultati që ju do ta kishit përfituar, speca të mbushura, të zhytura në qull. Provojeni një recetë paksa ndryshe, po ashtu edhe këtë lazanjën me këto petat. Ne do t'i vendosim përsëri në vazhdim do të jetë procesi i punës së tyre, por ja u treguam për të krijuar një ide të tryezës që ndërtuam sot. Të lumshin duart. Faleminderit. Në gatimin ndërsa së bashku ju pres pas pak.